Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Punoj si agjente imobiliare dhe për ditë duhet të shes veten. Unë quhem Maria, 31 vjeçe. Prej 4 vitesh punoj si agjente imobiliare në Tiranë. Kur hyra për herë të parë në këtë profesion, isha plot me besim se do të ndërtoja një karrierë, do të bëja para të ndershme dhe do të krijoja një jetë më të mirë për veten time. Por realiteti më priti pas dere. Që në ditët e para, një nga koleget më të vjetra më tha: Maria, mos haro, këtu nuk shitet vetëm shtëpia. Duhet të shesësh veten me sjelljen tënde, buzëqeshjen dhe durimin. E mora në fillim si shaka, derisa e kuptova që nuk ishte. Dita kur fillova të kuptoj sistemin ishte herët. Në fillim takimet mu duke normale. Familje që kërkonin një dyqan, çifte të reja që kërkonin shtëpi 1+1, student që kërkonin diçka të lirë. Unë isha energjike, korekte dhe sjellshme. Por sa më shumë rritesha profesionalisht, aq më shumë hyja në botën e klientëve me pushtet. Disa më kërkonin t'u sillja kafe. Të tjerë më flisnin si të isha shërbëtore. Por më të rëndët ishin ata që mendonin se blen gjithçka, përfshirë këtu dhe respektin tim. Isha në një takim me një sipërmarrës të madh që kërkonte vilë në periferinë e Tiranës. Ai nuk po fliste për vila fare, po më vështronte me një buzëqeshje shumë të ftohtë. Maria, simbioza është çelësi i suksesit në këtë profesion. Më tha duke më matur me sy. Nëse bashkëpunojmë mirë, të garantoj që do të fitosh shumë më tepër se sa përqindja jote. E kuptova menjëherë çfarë nën kuptonte. I mbajta sy drejt dokumentave, e bindur t'i tregoj se puna ime nuk përfshinte kompromiset që ai priste. Me kalimin e kohës filluan të më vinin mesazhe të çuditshme nga klientë që kisha takuar vetëm një herë. Maria, sonte jam vetëm në apartament, mund të vish të diskutojmë çmimin? Nuk na doli koha për të parë dhomën e fundit. Hajde të ma tregosh me qetësi natën. A mund të pim një gotë, nisemi me biznesin dhe mbarojmë si të na vi. Në agjenci e dija që disa vajza pranonin që të shoqëronin klientët për darka, po jo si pjesë e punës, por sepse mendonin se do të fitonin më shumë ose do të mbyllnin marrëveshjet më shpejt. Unë nuk i gjykoja sepse secili kërkon një rrugë dalje në këtë jetë, por unë personalisht nuk mund të bëja kompromise me veten dhe faktikisht kjo më kushtoi shumë. Një ditë drejtori më thëriti në zyrë. Maria, je shumë e ftohtë me klientët. Çfarë do të thotë e ftohtë, e pyeta. Do të thotë që nuk po ndërton një raport, nuk po i bën të ndihen të veçantë. E kuptova në tekstin që po fshihej pas fjalëve të tij. Sipas tij, unë nuk po jepja mjaftueshëm nga vetja. Aty shpërtheva, jo me ulërima, por me lot të heshtur. Dua thjesht të bëj punën time. Të shes prona dhe jo të shes veten, i thash. Ai nuk foli, vetëm shënoi diçka në blok. Ndenja disa ditë me frikë se do të më hiqnin nga puna. Ditën kur një klient shumë i pasur më kërkoi t'i çoja dokumentet në vilë në orën 22 të darkës, sapo hyra në makinë dridhesha. Nuk dija ç'të bëja. Paga ime varej nga shitjet. Jeta ime në Tiranë varej nga ajo pagë, por dinjiteti im, jeta ime si njeri vlente më shumë. U ktheva në shtëpi dhe i thash vetes, nuk do të më blej më askush, në këtë mënyrë nuk po funksionon. Të nesërmen e lash punën. S'kisha plan B, s'kisha kursime, kisha vetëm veten time, gjën e vetme që nuk pranova ta shes. Sot jam ende duke luftuar për të gjetur një punë të pastër, të ndershme, ku nuk duhet të bëhem kukull për të marrë rrogën. Ndoshta do duhet kohë, ndoshta do vuaj ekonomikisht, por të paktën e di një gjë. Në fund, njeriu ka vetëm dinjitetin, dhe unë të timin nuk e shita dot.